Me kërkesë të prokurisë së posaçme, gjykata e posaçme ka vendosur të pezullojë afatet e paraburgimit për të pandehurit në dosjen e koncesionit të sterilizimit, një ndër çështjet më të bujshme të korrupsionit në sektorin e shëndetësisë. Kjo do të thotë se nëse shpallen fajtor dhe dënohen ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, biznesmeni Ilir Rapaj dhe ish zëvendësministri Klodian Rjepaj nuk do t'u llogariten ditët e qëndrimit në paraburgim gjatë kësaj periudhe. Shkak për këtë vendim u bë mungesa e ish-ministrit Beqaj dhe avokatit të tij në seancën e planifikuar për këtë të mërkur, ku pritej që palët të parashtronin kërkesat paraprake në vijimin e procesit, si gjykimi i shkurtuar apo procedurat e zakonshme. Beqaj që po bëhet në bazë arresti shtëpiak për dosjen e sterilizimit. Ilir Beqaj ka kërkuar që gjykimi të mos zhvillohet në mungesë të tij për shkak të gjendjes shëndetësore, çka e ka justifikuar me një deklaratë firmosur në qeli dhe me një recetë mjekësore të paraqitur në seancë. Në mungesë të avokatit të tij, gjykata caktoi një mbrojtës kryesisht, i cili nga ana e tij kërkoi kohë për të njohur me dosjen voluminoze të çështjes, ndërkohë Beqaj vijon të qëndrojë edhe në paraburgimin e Durrësit për dosjen tjetër, atë të Saspak, që lidhet me shpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Në këto kushte, për të shmangur vonesat më tejshme në këtë proces, SPAK kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit për të gjithë pandehurit, kërkesë që u pranua nga gjykata. Seanca e radhës është përcaktuar në datën 7 maj, ndërsa pritet me interes qëndrimi i gjykatës mbi kërkesat paraprake dhe mënyrën se si do të vijojë procesi.